Doktor, pse duhet që një pacient t'i nështrohet një proteze? Në fakt, zëvendësimet endoprotetike ose ndrrimet e kyçeve janë një histori jo e re në shkencën e mjekësisë. Për herë të parë ato janë bërë në vitet 60 dhe në vendin ton, pavarësisht si një vend i vogël edhe i varfër, për herë të parë ndrrimi i kyçeve është realizuar në fillimin e viteve 70. Në fakt përpara se të lindja unë. Profesor Panajot Boga në atë kohë ka realizuar për herë të parë në Shqipëri ndrrimin e një kyçi. Dhe si e tillë është një shkencë më vete, është një degë e ortopedisë që quhet endoprotetizëm dhe ka mjek që janë të kualifikuar vetëm për këtë punë dhe që bëjnë vetëm këtë punë në botë. Këtu kene ende, jo, por edhe këtu drejt asaj rruge jemi. Ndrrimi i kyçeve realizohet gjithmonë në pacientët të cilët kanë nevojë për këtë gjë. Ndrrimi i pjesëve në trupin ton nuk është diçka e re, shpeshherë njerëzit këtë gjë e njohin me dhëmbët, pra heqin një dhëmbë të smurë dhe vendosin një dhëmbë artificial. E njëjta gjë ndodh edhe nëpër kyçet tona që janë të smura dhe që nuk riparohen më. Një krokull ose një rrëz kofshe e smur nuk mjekohet dot më, nuk trajtohet dot më as me metoda inovatore, sikurse janë injeksionet staminale, qelizave staminale apo metoda të tjera, dhe shkon drejt një degenerimi, drejt një prishje të plotë. Atëherë një kyç i prishur është disfunksional, pra nuk lëviz, ka dhimbje, pacienti çalon, dhe si e tillë është kandidat për të ndrruar kyçin, pra për të vendosur një kyç të ri. Dhe pacienti i përmirësohet dukshëm për të mos të deri në 100% cilësi e jetës. Pacienti ecën tashmë pa dhimbje dhe pse jo dhe pa çalim. Pra ndrrimi i kyçeve është diçka jo fort e re, qoftë edhe në vendin ton, por që vitet e fundit ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm, duke realizuar në Shqipëri bëhen mesatarisht rreth 500-600 ndrrime kyçesh në vit. Është një shifër e admirueshme. Dhe bëhen në flasim për spitalet publike apo jo? Flasim për spitalet publike dhe private. Ndofta statistika është edhe më e lartë akoma, por minimalisht.